Nëse po mundohesh të biesh nga pesha, por do të hash diçka që vërtet ka shihet mirë, duhet se s'bën të provosh këtë tavën me pure patatesh dhe mish të grirë. Kjo është një recetë e balancuar me proteinë dhe karbohidrate, e cila do ju jap energji, do ju ndihmoj të merrni proteinën e nevojshme, si dhe do ju mbajë të ngopur për shumë gjatë. Dhe ju premtoj që ky është një ushqim shumë i mirë që ka dhe shumë pak kalori. Do na duhet një qep të madhe, të cilën do ta grim dhe do ta vendosim në një tigan me vaj që të skuqet. Po aty brenda do të shtojmë dhe 500 gram mish të grirë dhe pak krip. I përzej mirë dhe i lëm që të skuqen. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Ndërkohë, 4 patate i kam prerë në forma kubike dhe i lash në ujë me krip që të ziejnë për 15 minuta. Mishin dhe qepën mund ta marinoni me çfarë të doni, unë kam hedhur piper të zi, rigon dhe pak spec të kuq. Pasi patatet kenë zier, ja largojmë ujin dhe me ndihmën e kësaj pajisjes do t'i shtypim kështu. Do të hedhim dhe një lugë gjelle gjalp dhe pak qumësht. Duke i përzirë të gjitha mirë, do bëjmë puren e patateve më të mirë që keni provuar ndonjëherë. Unë këtu i kam hedhur vetëm pak krip dhe pak piper, por ju mund shtoni dhe pak djath parmigiano nëse doni. Shikojeni pak se sa i mirë doli pureja e patateve. Në një tavë do të shtroj mishin e grirë dhe përsipër do të vendosim puren e patateve me ndihmën e 2 lugëve siç po i bëj unë në video. Ju mund ta shtroni puren e patateve direkt, por unë që ta bëj pak më të bukur e kam bërë kështu. Do t'i hedhim dhe pak vaj ulliri përsipër, e fusim në furrë në 230 gradë për 15 minuta sa të marrë një faqe përsipër dhe shikoni pak se sa e bukur ka dalë. Patatet janë bërë krokante nga sipër, brenda janë të buta dhe mishi i grirë është kombinimi perfekt. Dhe ja ku ju tregova një recetë të thjeshtë, por që është dhe shumë e shëndetshme. Faleminderit shumë që ndoqët videon, bashkë do shihim videon tjetër. Ciao.